veshje është një mu. Më mjek dritë që të shilo. Shikoj, jam tani, sa e më kërë, 4 ora 11, edhe më bën një ftesë tu për të pasë që po ndodh tu. Kim ardhur herë kam bëj kronik para 2 ditësh, shih çfarë po ndodh tu tek zalli I banit vogël. Tek shtëpia tu ku rrezikohen komplet shtëpia tu, rrezikohet lagje me ato që mos ketë drita, shtyllën po e shohin momenti I fundit ta shtylla që u sposu një herë nga vetë fshatar me vjetër që I morën tu u sposu pak më larg se ka qenë shumë thellë. Shisa ka ardhur tani lumi këtu dhe kjo shtylla me sa duket ka momentet e fundit vetëm. Ja po shkoj shumë pak hapur, po është e rrezikshme. Ka tension që furnizon te lagjen, furnizon edhe nërfanën, edhe gzishën thanë me radhë. Megjithatë unë do të pyes ato specialistë si është puna. Pikërisht nuk është deviju uji. Unë kam përtitë të madhe dhe prefekti kam thënë. Duhet të devijohet të gjenin mënyra për deviju rrugën, lumin. Shohim tani, ja të shohim shtyllën atje. Ja. Ja ku është lumi? Ullo, ja si ka ardhur lumi. Tani du të them 2 llafe. 2 llafe edhe për prefekturën, edhe për bordin e kullimit të Lexhës. A ka mundësi që këtë të vini sa më parë, nesër është motë më I mirë, tani është duke ra shi dhe rrebesh, po nesër është patën hajde në kohë të mirë, në kohë më të mirë dhe krijoni mundësinë e devijimit të lumit anet, mos vazhdoj me tej provizorisht. Pastaj projekti që është dërguar, kam thënë 10 ditë, është një projekt tash 2 vite e dërguar vit pas viti dhe nuk është marrë në shqyrtim për gjithë të zonë tu. E dyta, problemi është edhe ke ajen energji gjatë verës me rujt dhe nuk ju lëshon ujt tej, edhe kudo hecet, kudo verës, në vetë që ju lëshon ujt, po jo vetëm kjo, tani dimrit ju lëshon ujt me I përmyt. Pra ne, du të angazhot dhe vetë ajen energji, është duke fitu para tani, do më thëmë, me shumis, për mes ureve që vinë këtu për mes pyrditës, po jo të mos kujdesohet edhe për rrugën si shban me rrugën e Bukmirës, por edhe me vendin këtu. Pra të bëhet një plan I përbashkët këtu, edhe me bashkin, edhe me ajenin dhe me bordin e kullimit, prefekti dashur, Tauland, të lutëm, miku im, të lutëm, merruni me këtë punë, sillni makinat e rënda që keni atje të bordit kullimit, vinë dhe sa më shpejt ta rregullojnë këtë gjendje. Për fat keq, me sa duket ka shumë pak, as 1 metër nuk e ka për të ikë dhe kjo shtyllë, do të thotë që ju përgatiteni ju fshatat që jeni atje afër, përgatiteni për të mos pas energji elektrike. Ja, çfarë po ndodh, ja.